Shikues të nderuar, përshëndetje. Po I ndërpresim këtu transmetimet tona për të vijuar me të tjera transmetime maraton lidhur me çastin e shumë pritur të pavarësisë së Kosovës. Përpara se të kemi lidhjen direkte me gazetaren tonë të dërguar atje, le t'ju njohim një herë me atmosferën në qytetin e Fierit. Ndjekim kronikën dhe kthehemi. Dhe ndihet nga afër atmosfera e pavarësisë së Kosovës. Kuptohet që qyteti I Fierit është një popullsi heterogjene dhe si të tillë janë më shumë se 11.000 kosovar, nga të cilët gjysma janë nisur në udhëtimin për në Kosovë, dhe do të sjellin në këtë qytet një Kosovë të lirë, sovrane dhe të pavarur. Që në orët e para të mëngjesit të sotëm, qyteti I Fierit ka qenë I veshur me velin e festës, dhe siç e keni parë edhe nga pamjet kanë qenë banderolat, stimujt, flamujt kombëtar, të cilët simbolizojnë se gjithë qytetarët fierak e mbështesin fuqishëm popullin vëlla kosovar për pavarësinë e shpejtë. Kuptohet që do të jetë dita e sotme dhe ora 15, ajo që do të vendosë fatin e pavarësisë së Kosovës, do të jetë pra dita dhe ora e madhe. Kuptohet siç e kanë dhënë dhe agjencitë e huaja, janë 4 shtete të parat nga 20 të tilla të Bashkimit Evropian që do ta njohin që nesër pavarësinë e Kosovës. Dhe është pikërisht Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Italia, të cilat janë shprehur se do ta njohin pavarësinë e Kosovës duke filluar që nga dita e nesërme. Televizioni Apollon ka qenë një nga televizionet në ndjekje të kësaj feste jubilare, të kësaj feste e cila tregon më shumë se kurrë fundin e luftës shumë vjeçare për një nëvësi, pas asaj të vitit 1912.